mjaft të rëndësishëm dhe ky kënd duhet të bëjmë kujdes sepse na e jep mundësinë që neve të jemi të vëmendshëm në atë që duam të arrijmë. Pikërisht data 17 dhjetor, ku kemi diellin nga shqiptari që formon një 4 këndësh me Saturnin në Peshk. Të kuptoni, kur them 3 këndësh, 6 këndësh, është mirë, nuk ka problem sepse zgjidhin problemet dhe tek harta që keni parë tek televizioni që unë shpjegoj. Por për këtë kënd që bën 4 këndësh është vështirë sepse na dikton që neve do të jemi kujdesshëm në shumë drejtime. Ajo çka ka të bëjnë në lidhje me realitetin dhe gënjeshtrën, në shumë të raste ato që duam me kollaj ose na pëlqen ajo e bukura, ajo është gënjeshtër, kurse realiteti e thjeshta është shumë e mirë dhe kuptojmë mbi jetën. Duket se një kënd mjaft i rrept dhe shpesh mund të na bëj pensimist më tepër se realist. Duhet jeni në plan të parë në vit të durimit dhe disiplina. Këtu do thotë ndikimi kryesisht të që ndikohen shumë në lidhje me këto gjëra është virgjëresha shqiptari peshqit me ditëlindjet e diçitet ose ata që kanë ascendente në këto planete në ndikimin më të madh. Prandaj data 17 kërkohet vëmendje, kërkohet kohë në atë që neve duam të arrijmë. Prandaj dhe u them që duhet të bëni kujdes në këtë drejtim. Dhe megjithse ka një kuptim kjo në lidhje me çështjet që neve gradualisht ose gjithmonë themi që duhet pasur vëmendje, kujdesi në këto gjëra, sepse mundësitë janë, por neve sa kemi të gatshëm të përgjigjemi kërkesave. Por gjithsesi, kjo është periudha, është momenti për gjërat që do të bëjmë. Nëse nuk nxitohemi, atëherë nuk ndodh asgjë. Fillojmë me ndikimet dhe favorizimet, por para se të fillojmë me parashkimin e